Shfrytëzimi i tokave bujqësore duket sikur nga viti në vit po njeh një tendencë rritjeje në raport me sipërfaqen që lihet diell. Aktualisht në qarkun e Shkodrës janë rreth 46.115 hektar tokë, e cila shfrytëzohet në shërbim të mbjelljes së bimëve bujqësore. Qarku disponon 46.115 hektar tokë. Nga kjo, e mbjell është 37.028 hektar me kulturat bujqësore, ndërsa 9.078 hektar janë kullota livadhe dhe tokë djerë, e pa kultivume. Misri, bimët medicinale dhe pemët frutore vazhdojnë të jenë prioritet në mbjedhjen e këtyre tokave bujqësore. Ndër prioritetet e para është misri dhe foragjeret, të cilat zajnë rreth 58% të sipërfaqes së mjell me kultura bujqësore, të cilat shkojnë në funksion të blegtorisë për ushqimin blegtoral. Pra del prioritet dhe blegtoria për qarkun e Shkodrës. Bimët medicinale, të cilat zajnë 10% të sipërfaqes së mjell për qarkun e Shkodrës. Por qarku jon ka traditë shumë të mirë për kultivimin e pemëve frutore, të cilat zajnë 3.9% të sipërfaqes së mjell, kultura duhanit. Dhe sipërfaqja e kësaj kulture ka ardhur nga viti në vit duke rrallë, me qenë se dhe tregtimi i saj është me probleme. Kështu që kjo kulturë zën vetëm 1% të sipërfaqes. Drejtoria Rajonale e Bujqësisë në Shkodër shërben si informim në 2 sektor të ndryshëm, në atë të veterinarisë dhe në sektorin e shërbimit të këshillimit, i cili ofron asistencë për fermerët në të gjithë qarkun.